Përshëndetje të nderuar miq të mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme me mua Tiron Alilin në kanalin Monitor TV. Sot do ta nisim këtë ditë pak më ndryshe me një kuriozitet që në fakt ka ngritur pikpyetje të mëdha te publiku se çfarë po ndodhen me këtë njeri. Ne kemi qenë të fasionuar pas komentimeve të saj, pas deklaratave të saj, pas mësimeve që e njohur dikur si Mejrem, jepte për popullin shqiptar. Një vajzë e cila ishte një teologe tepër e suksesshme, teologja më e ndjekur, një gocë me shami, që fliste për mësimet islamike, për mësimet e Kuranit, për besimin në Zot, për dashurinë ndaj Zotit, dashurinë ndaj krijuesit. Për një periudhë kohore u zhduk krejtësisht, u zhduk nga çdo rrjet social, u zhduk nga Instagrami, u zhduk nga YouTube-i, u largua krejtësisht nga jeta virtuale dhe nga përditshmëria. Shumë aktive, pothuajse çdo ditë në rrjete sociale, pothuajse çdo ditë duke postuar nga 2-3 video, duke mësuar njerëzit të rinjtë dhe të vjetrit se si duheshte të kenë lidhjen shpirtërore me krijuesin, me Zotin, me islamizmin, me librin e shenjtë Kuranin. Meriemi u zhduk e tëra, u largua krejtësisht nga kjo rrugë. Normalisht për një periudhë kohore jo aktive në rrjetet sociale, kanali i saj në YouTube, një kanal tepër i klikuar, domethënë shumë i ndjekur, u mbyll për një periudhë të shpejtë dhe pyetja ishte kjo: çfarë ndodhi me Mejremin? Dhe pikërisht kur publiku shqiptar pyeste çfarë ndodhi me Mejremin, në rrjetin social TikTok, në një TikTok Maria Lumi, u shfaq një vajzë me flokë të kuqe, me flokë të dredhura, pa shami dhe tregonte arsyen pse u largua nga rruga e besimit islam dhe pse zgjodhi që të jetë mosbesuese në asnjë rrugë, duke e kërkuar, nga shpjegimi që unë kam dëgjuar me detaje që bën në këtë video, duke e kërkuar lidhjen me Zotin në një rrugë krejtësisht ndryshe. Sot Maria Lumi, dikur Mejrem Lumi, dikur një teologe tepër e suksesshme, tepër e famshme, sot një vajzë e cila thot se duke besuar shumë thot tek Zoti, duke besuar shumë thot në shpirtin e pastërt, mua thot më ndodhi tragjedia. Tani unë do t'ju lër ju ta dëgjoni këtë video që Maria apo Mejremi, sido që ta thrasim, e shpjegon në detaje arsyen pse u largua nga rruga e Zotit, pse vendosi që të hiqte shamin, kur nëpër të gjitha emisionet, nëse do të bëjmë një retrospektiv, Mejremi, unë kështu do ta thras, fliste me emocione, fliste me shpirt të pastërt për shamin. Dhe ka qenë një teologe tepër e dashur tek publiku shqiptar dhe sot Mejremi është një vajzë e cila flet të kundërtën e asaj që ka thënë dikur e para. Do me thënë tatuazha në për trup, siç duket Mejremit i ka ndodhur një diçka në jetë. Tani lindën pyetja, mos vallë ka qenë kjo një kërcënim që Mejremin e ka hequr nga kjo rrugë? Çfarë është e vërteta? Në një herë do ndjekim këtë videon. Mejremi ka mbyllur të gjitha platformat digjitale me pjesën e saj me shami, do me thënë i ka zhdukur të gjitha ato. Shumë e vështirë të gjendet një foto sot në për rrjetet sociale ku më përpara Mejremia ishte mbi populluar, dhe sot e kemi Mejremin në këtë gjendje apo Maria Lumin. Ndjekim videon edhe kthehemi në studio. Përshëndetje njerëz. Unë jam Maria. Dhe emri Maria është emri që më ka vendosur gjyshja ime, ndërsa emri Meriam Lumi ka qenë emri pasion në fota në Islam. A do të thotë kjo që unë jam kthyer e krishterë? Jo, nuk jam kthyer e krishterë. Dhe arsyeja pse ju më shihni në këtë gjendje, do mundohem që ta shpjegoj sa më shkurt dhe Zotin e kam dëshmitar me shumë sinqeritet edhe me shumë zemër të hapur.
Unë nuk jam këtu as për të kritikuar kënd për gjërat që ka ndodhur vjet. Unë kam bindje dhe besim që secili flet ashtu siç e ndjen ai më mirë, ashtu siç e bën atë të ndjehet më mirë. Nëse dikush e ka ndier veten që është mbrojtësi i fesë apo e ka për detyrë i lumt, domethënë nuk ka asgjë të keqe në këtë gjë. Por se për mua, si person, situata që ka ndodhur vjet, ka qenë për mua gjëja më e vështirë që kam kaluar ndonjëherë në jetën time. Gjëja e cila mua më ka bërë që jo vetëm të rënohet realiteti rreth e rrotull meje, por se të rënohen ato 24 vite investim nga ana ime në fen islame. Kam menduar se jam njeri i mirë, kam menduar se kam bërë mirë, kam menduar se jam në shërbim të fesë dhe të Zotit, dhe kam menduar se unë kam një pozitë tek Zoti, pra që Zoti më do, sepse ju jeni dëshmitare që nëse ka pasur njëri që ka folur me aq shumë pasion për Zotin, për fen, me aq shumë ndjenja të thella dhe që ka depërtuar në zemrën tuaj, besoj që kam qenë unë, sepse e kam ndier realisht atë gjë. Dhe mbasi unë vjet u tërhoqa, mbasi gjithë atij sulmi, lufte, e cila domethënë për mua ka qenë jo fetare, por se as njerëzore. Domethënë pavarësisht se çfarë mund të kisha thënë apo të kisha bërë, mendoj që Islami është feja e paqes, por se për mua rezultoi feja e dhunës edhe e luftës karshimeje, si person, si individ. Dhe në momentin që u tërhoqa, kam kaluar në kriza emocionale shumë të thella. Kam ndier shumë zhgënjim, shumë tradhti, shumë poshtërim. Kam ndier atë poshtërimin që ka folur për mua çdo i mençur dhe budall, çdo i madh dhe i vogël. Nuk ka mbetur njeri pa mshajt, pa mallku, pa m'akuzu, pa nxjerr domethënë historira të cilat edhe unë kur i dëgjoja u habisja. Por se mbas gjithë kësaj nisa të bëj pyetje vetes, pse ndodhi gjithë kjo? A ka qenë dënim nga Zoti? Edhe nëse ka qenë dënim nga Zoti, çfarë kam gabuar? Edhe nëse kam gabuar, a kam merituar një dënim kaq të ashpër? Dhe nëse kam merituar një dënim kaq të ashpër, a është kjo mënyra se si mua Zoti më tregon që kam qenë e keqe? Edhe nëse unë deri në atë kohë kam qenë shumë e keqe për ta merituar gjithë atë dënim, si është për me qenë e mirë? Çfarë do të bëj unë që Zoti të kënaqet? Që Zoti të më doj? Edhe am ka dash Zoti në të vërtet? A kam qenë unë një iluzion? Kam menduar që njerëzit më duan, më respektojnë për këtë që jam. Përse doli që njerëzit jo vetëm që nuk më kanë dashur, por se më kanë urryer me shpirt. Domethënë, kur më kanë ardhur mallkime të shuft jeta, të bëft shkru me hi, edhe i lënë fëmijët jetim, mos paç një ditë të bardhë. Domethënë, çfarë ka mbjell unë tek zemrat e njerëzve që meritoj domethënë gjithë të urrëtie dhe mbledh edhe bullizim masiv. Domethënë, nuk është që kanë qenë një individ apo dy, por se masiv. Dhe nisa të mendoj thellë për raportin që kam pasur unë me veten, me njerëzit, me besimin.
A kam qenë unë në rrugë të drejtë, a kam qenë e devijuar, i hodha në tavolinë, unë i nxorra në tavolinë që të gjitha akuzat që më janë bërë, a jam vërtet qafire? Nëse kam qenë qafire, si t'jem besimtare? Nëse unë jam shumë e poshtër, çfarë do të bëj tjetër për me qenë e mirë? Nëse unë kam qenë mashtruese, si t'jem e sinqert? Nëse unë nuk kam qenë kur muslimane, nëse unë pas kam qenë e mbuluar, si t'jem e sinqert? Si t'jem e vërtet? Çfarë duhet të bëj ekstra? Çfarë duhet të bëj më tepër? Sepse unë kam menduar që duke sakrifikuar, domethënë, kohën time, mundin tim, duke bërë djalin e madh Hafiz edhe vajzën me Shamie, gjithë familja, unë duke qenë një muslimane, praktikante, mendoj e devotshme, sepse s'mendoj që të ketë pas njëri që ka falur më shumë namaz se sa unë, të ketë bërë dhikër më shumë se sa unë, të ketë bërë salavate, të ketë bërë adhurime, të cilat secila për tyre kishin nga një premtim, pra nëse kush bën këtë është i mbrojtur, kush e bën këtë Zoti kënaqet. Dhe mendova përse Zoti nuk më ka mbrojtur mua nga gjithë këto dhimbje. Përse Zoti nuk më mbrojti mua nga shkatrimi, nga vuajtja, nga vdekja ime. Sepse për gjatë këtij viti, Meriemi nuk pati mundësi që t'ja dali vdiq. Vdiq nga dhimbjet mëdha që janë shkaktuar. Dhe ajo që mbeti ishte vetëm pyetjet edhe kriza e identitetit. Edhe kam kaluar në një krizë identiteti që nuk e dija më çfarë jam, kush jam, për çka kam ardhur, çfarë duhet të bëj me jetën time, a kam qenë të vërtet një iluzion, ku jam? Çfarë jam? A kam qenë gjithë jetën në të gabuar? A kam qenë gjithë jetën duke punuar kot? Kështu që vendosa që ashtu siç u shkatrua jeta ime në realitetin që e pat, shkatrova që të gjitha bindjet e mia, gjërat që unë i besoja edhe veja dorën në zjarr për to. Për ta gjetë edhe një herë rrugën për tek Zoti, ndoshta për ta gjetur mënyrën se si unë duhet të jem në lidhje me Zotin, që ai të kënaqet me mua dhe të më doj, sepse gjëja që më ka dhembur më tepër ishte kur unë kam pyetur veten, a më do Zoti? Dhe ndjeja që Zoti nuk më do. Edhe jo vetëm që nuk më do, por se që më ka braktis, po më dënon. Kështu që ja ku jam tani para jush. Nuk jam më në asnjë lloj bindje dhe besim që unë kisha ndërtuar për gjithë këto vite, sepse u shemb çdo gjë, si jashtë, si brenda meje. Edhe nëse keni kërkuar, domethënë, sqarim përse unë e kam hequr Shamin, kjo është sepse jam duke e kërkuar rrugën për tek Zoti, njëjtë siç e ka kërkuar Ibrahimi alayhis salam, që duke i gjetur vetë pa e mësuar nga askush dhe nga asgjë. E pra të nderuar miqtë e mi, ju e ndoqët deklaratën të dikurshmes Mejreme sot Maria. Si e vlerësoni këtë deklarat dhe a mendoni që është zgjedhja e vet Mejremit apo fshihet diçka pas kësaj?